Britanikën të cilën e kemi tash për një të drejtë për drejtë. Erman, mirëmëngjes dhe faleminderit shumë që jemi ne. Përshëndetje Arto, kënaqësi që jam dhe unë pranë jush në kanali 10 për të diskutuar për këto tematika shumë të bukura dhe interesante që vërtet kanë tërhequr vëmendjen globale, por që më mirë të ndjekim këto tematika, po trajtojmë këto tematika sa të fokusohemi më shumë ke politika, janë më shumë, unë e shikoj më shumë anti-stres, domethënë, e shikoj shumë hiperaktivitet, pozitivitet. Është diçka që vërtet nuk ke nevojë ta pish kafe në mëngjes, flasim për në teknologjisë. Po, pikrisht, edhe unë mendoj si ti, por shpesh është problem kështu me u largu politikës me gjitha këto zhvillimet e fundit, po ne po mundohemi që sot pak me u largu dhe me fokusu më shumë tek inteligencë artificiale. Erman, do të flasim pra për ndikimin e që shpesh po diskutohet që edhe mundet me marrë rolin punën e njerëzve. Gjithashtu, kemi njerëz që shprehen, diskutojnë me AI pra për gjëra të ndryshme, krijojnë gjëra të ndryshme, video të ndryshme, madje kanë nisur edhe të shprehin ndjenjat e tyre. Në një farë forme, AI po luan rolin edhe të psikologut. Unë shpesh kom pas debate edhe me psikolog në studio për këtë çështje. Po nëse nisim pra me këtë si she ndikimin në përgjithësi pra të AI, përdorimin e saj sot. E di çfarë ndodh pikërisht Art, sepse kohët e fundit ka qarkulluar pikërisht pra dhe një informacion për shembull lidhje me empatinë. Domethënë, pyetja e çuditshme që mund të bëhet, a mund të ketë inteligjenca artificiale, domethënë empati? Shiko, unë e shikoj këtu, domethënë ideja është që inteligjenca artificiale dhe teknologjia sot po zhvillohet aq shumë, azhonimi softwareve, se kur flasim për inteligencë artificiale është koncept. Domethënë që tregon zhvillimin masiv të teknologjisë ku ne jetojmë sot, automatizimin, robotikën e tjerë. Dhe unë mendoj pikërisht pra që me këtë zhvillim të softwareve është krijuar një lloj empatie artificiale, që shpesh kjo të tregon për shembull e di çfarë ndodh sa herë që unë çon mëngjes. Interesant fare, unë faktikisht përdor një tjetër variant siç është ChatGPT Copilot, një aplikacion shumë fantastik, që realisht sa çon mëngjes do shikosh një lajm të Elon Muskut, që thot pikërisht pra do promovoj turizmin kozmik, do çoj njerëz në Mars. E hap prapë atë aplikacionin, shikon një lajm të Bill Gatesit që thotë njerëzit nuk do punojnë fare ose do punojnë dy ditë në javë dhe pjesën tjetër do bëjë sisteme robotik. Hap një lajm të Jeff Bezosit, Amazon do shkarkoj nga puna gjysmën e punonjësve pikërisht pra të kompanisë Amazon, pra të Jeff Bezosit. Kështu që po ta shikosh, a ke nevojë ti dhe unë ta pim kafe në mëngjes me këtë lloj lajmesh, domethënë që dalin është shumë e çuditshme. Por inteligjenca artificiale është instrument që unë e kam përmendur, është pjesë e jona, shumë konglomerate, është instrument shumë i rëndësishëm për punët tona, që do të thotë ne po na ndihmon më së miri, gjërat t'i bëjmë më shpejt, t'i zgjidhim domethënë në mënyrë më të saktë, sepse inteligjenca artificiale është gjuhë programimi, është gjuhë matematikore, që nuk gabon realisht. Por asnjëherë nuk mund të themi pikërisht pra që inteligjenca artificiale do të zëvendësoj inteligjencën natyrale maksimalisht ose në mënyrë, domethënë në mënyrë të drejtë për drejtë direkt, por në mënyrë indirekte po e bën më së miri. E di pse po e bën më së miri? Për shembull, le të marrim një rast të thjeshtë në industrinë e automobilave, në industrinë e elektronikës, në industritë mjekësore etj. Po shikojmë në këtë lloj industrish kemi një staf punojësish në numër shumë të vogël, pra dhe këtu janë ato që janë overqualified ose ato që janë të mbi kualifikuarit që dizenjojnë, programojnë etj. Ndërsa pjesën tjetër bën krau robotik. Pra pikërisht në industrinë e automobilave, pikërisht për ato sistemet automatike që prodhojnë automobilat masivisht. Sigurisht ka avantazhe, sepse para nuk mund të krahasojmë teknologjinë para 20 vitesh ku për shembull prodhoheshin 50 automobila maksimalisht në muaj, apo dhe më pak, kurse sot me anë të sistemeve robotike prodhohen 2000-3000 automobila në muaj. Morëm një shembull. Po ndikon shumë çuditshëm sepse po i zgjidh punët shumë shpejt. Për shembull në sektorin mjekësor, diagnostika është më e saktë, diagnostika është më e shpejtë, kirurgjitë bëhen në mënyrë më precize, por gjithmonë jo në mënyrë autonome. Inteligjenca artificiale dhe inteligjenca natyrale, megjithëse ekziston një lloj lufte midis të dyjave, pra një lloj kompeticioni që mund ta quajmë ne, asnjëherë inteligjenca artificiale nuk do funksionojë në mënyrë autonome, pra hajtë unë po shkoj të bëj një kirurgji dhe ta bëj nga kirurgu robotik ose kirurgu digital. Asnjëherë. Se Erman, pikërisht e kjo, sepse po më fal që po ndërprej, por
Pikrisht e kjo, pse po thua që nuk mundet tek mjekësi, pra nuk munden mja besu plotësisht një robote, një operacion? Po sepse ideja është për shembull, nëse ne do futemi në kirurgji, planin, organizimin e operacionit, të gjithë procedura do t'i bëj pikërisht pra një mjek, një kirurg, profesionist që do menaxhoj pikërisht pra do menaxhoj sistemin robotik. Dhe ky kirurg trajnohet për ta përdorur sistemin robotik për të realizuar kirurgjinë, po sigurisht që nuk mund ta lëmë edhe krahun robotik vetëm, por që është një staf mjekësor që përkujdeset, e azornon, e mirëmban etj. Një tjetër gjë për shembull, ajo që mua më ka ndodhur në